ka gjithë të ditë që njerëzit më pyesin, pse quhet Fitër Bajram dhe Kurban Bajram? Pse është Bajram i madh dhe Bajram i vogël? Pse ne i themi Fitër dhe nuk i themi Bajram i madh, siç e kemi tradit në historinë dhe në besimin tonë, në historinë tonë religjioze? Tani, unë nuk jam ekspert i religionit, natyrisht që u konsultova me teologë dhe njerëz si merren me këtë dhe po jap një shpjegim thjesht sepse kam marrë me 10 pyetje. E para, Bajram do të thotë fest. Është festa e besimtarëve musliman dhe është 2 herë fest. Festa e parë është Fitër Bajrami ose rikthimi në normalitet. Quhet Bajrami i madh në Shqip për arsye se vjen mbas muajit Ramazanit, kur njeriu ka agjëruar për një muaj, ka bërë sakrifica dhe mbas këtyre sakrificave Bajrami është rikthimi në normalitet. Pra Fitër Bajram rikthim në normalitet dhe Bajrami i madh sepse vjen mbas një muaji sakrificash. Ne e kemi njohur si Bajrami i madh. Bajrami i dytë është Kurban Bajrami, që ne i quajmë Bajrami i vogël. Është Bajrami kur ti i bën kurban Zotit dhe praktikisht atë kurban që ti bën ndan 3 pjesë, 1 pjesë për vete, 1 pjesë për të afërmit e tu dhe 1 pjesë për njerëzit në nevojë. Ky quhet Kurban Bajram ose Bajrami i vogël sepse nuk vjen mbas muajit të Ramazanit me sakrifica të mëdha. Kështu që Fitër Bajrami është Bajrami që vjen mbas Ramazanit dhe quhet Bajrami i rikthimit në normalitet ose festa e rikthimit në normalitet. Kurban Bajrami është Bajrami i dytë që vjen, është festa po e quaj e kurbanit, ai quhet i vogël, Fitër Bajrami quhet i madh. Shpresoj që të kem qenë shpjegues dhe gëzuar për shumë vjet Bajramin.